Miq të nderuar, sëmundjet e zemrës dhe infarkti nuk fillojnë në zemër, por fillojnë në mëlçi. Shumë njerëz kanë për të më kundërshtuar për këtë, por ju ndiqeni si linj dhe keni për të parë që ka për t'ju ardhur në ndim. Kjo nuk është një metaforë, është një proces biologjik që fillon shumë më herët se sa simptomat që shfaqen tek hipertensioni apo problemet në zemër. Zemra është një pompë. Ajo nuk vendos çfarë do qarkullojë në gjak. Këtë e vendos mëlçia, sepse është mëlçia organi që kontrollon edhe prodhimin e kolesterolit dhe përpunimin se si do bëhen yndyrnat, edhe nivelin e sheqerit në gjak, detoksifikimin, inflamacionin në trup dhe në arterie. Pra nëse gjaku është i mirë apo i rrezikshëm, kjo nuk varet nga zemra. Kjo varet miq nga mëlçia. Le ta themi troç. Infarkti ndodh kur arteriet bllokohen. Por çfarë i bllokon ato? Na ka gënjur duke na thënë që është kolesteroli. Jo miq, kolesteroli është një ndihmues në trupin tonë dhe është shumë i mirë për aspektet e hormoneve dhe unë kam shpjeguar në video tjera. Kolesteroli i dëmtuar, i oksiduar dhe i papastruar siç duhet, sjell probleme tek arteriet. Dhe ky është një problem që varet vetëm nga mëlçia. Fakti që shumë pak njerëz e dinë, ndoshta që 80% të gjithë kolesterolit prodhohet në mëlçi. Pra kur kolesteroli rritet, trupi po reagon ndaj një problemi metabolik. Shpesh me anë të rezistencës ndaj insulinës, ndonjë inflamacion apo stres oksidativ. Të gjitha janë të lidhura direkt me funksionimin e mirë të mëlçisë. Por çfarë i duhet mëlçisë dhe çfarë i mungon mëlçisë që të sjellë këto lloj probleme? Atëherë mbajini mend miq. E para i mungon kolina. Është një nga elementët më të nënvlerësuar dhe të papërmendur. Kolina vepron si një transportues i yndyrnave në mëlçi. Pa të, yndyrnat nuk largohen, por grumullohen. Kështu mëlçia fillon të dhjamoset dhe do të ndi të gjithë të yndyrë në arteriet tona. E dyta është vitamina B6, B9 dhe B12. Këto tre bazat vitaminës B në kompleks janë kyçe për një proces që quhet metilim. Ky proces është si një sistem kontrolli në trup që bën neutralizimin e toksinave, hul homocisteinën që dëmton enët e gjakut dhe rrit tensionin dhe është një nga shkaqet kryesore të problemeve në zemër. Gjithashtu këto vitamina ndihmojnë në prodhimin e energjisë. Pa energji, ne nuk mund të kemi një gjak të shëndetshëm në arteriet tona. Kur këto mungojnë, toksinat grumullohen, energjia bie dhe ka për të rritur dëmtimi i shëndetit vaskular. Element tjetër është vitamina A dhe vitamina D. Këto nuk janë thjesht vitamina siç e mendojmë ne. Në këtë çast ose në këtë rast janë rregullator hormonal. Vitamina A ndihmon në rigjenerimin e qelizave të mëlçisë. Ndërsa vitamina D, pra po hormoni i vitaminës D që po ne quajmë, kontrollon inflamacionin dhe gjithë sistemin imunitar. Kur këto mungojnë miq, inflamacioni rritet, në heshtje fillojnë çarrregullimet dhe fillojnë problemet me sëmundjet kronike dhe jo vetëm të zemrës. Element tjetër është zinku dhe bakri. Janë dy minerale që punojnë si shok me njëri tjetrin, janë shumë të ngushtë. Janë gjithmonë që duhet punojnë në ekuilibër. Ato aktivizojnë enzimat që të luftojnë stresin oksidativ. Pa to, radikalet e lira ka përdëmtuar qelizat, yndyrnat do oksidohen më lehtë dhe kolesteroli do bëhet i rrezikshëm në arterie. Pra nuk është vetëm çfarë kemi ne në gjak, por si mbrohemi nga dëmtimet. Element shtesë është glutacioni, e cila që siç e kam thënë më parë është nëna e antioksidantëve. Në mëlçi ndodhet 6 herë më tepër se në çdo pjesë tjetër të trupit. Kur dëmtohet mëlçia dhe kemi probleme në arterie, në tension apo në parainfarkte dhe infarkte që mund të ndodhin, kemi një mungesë të glutacionit në mëlçi. Është një nga lëndet e duhura, sepse roli i tij është shumë jetik, neutralizon toksinat, pastron kimikatet dhe metalet të rënda dhe mbron qelizat nga dëmtimi. Kur ky glutacion nuk është ose bie, mëlçia ka për të filluar të mbingarkohet. Toksinat do qarkullojnë shumë më tepër, do rritet inflamacioni në arterie. Pra problemi nuk është vetëm çfarë ham, por dhe çfarë i mungon trupit tonë. Sepse një mëlçi e uritur për këto element që unë thash nuk mund të funksionojë mirë miq. Dhe në këtë moment gjithë ky zinxhir do përfundojë më larg se mëlçia, do arrijë tek zemra.
Një tjetër fakt është që sëmundja e mëlçisë së dhjarmosur, që po prek sot rreth 35-40% të popullatës, shpesh pa simptoma, është rreziku kryesor i infaktit që rritet ndjeshëm, e zbuluar te gazeta e hepatologjisë ndërkombëtare. Pra problemi nuk është vetëm dëmtimi i mëlçisë, por mos funksionimi i saj në mënyrë të heshtur dhe pa e kuptuar. Hymë edhe pak më thellë në këtë organizëm. Mëlçia nuk funksionon mirë, sepse pra ku nuk e bën këtë funksion mirë, ajo prodhon më shumë VLDL-n ose lipoproteinën të pasur me yndyrë. Rriten trigliceridet dhe ka për të ulur kolesteroli HDL, që ne quajmë kolesteroli mbrojtës ose i mirë. Kështu ka për të krijuar një profil shumë aterogjen. Dhe kjo do na sjellë një mëlçi të lodhur, do na sjellë probleme në arterje. Çfarë ndodh më pas? Kolesteroli do oksidohet, do bëhet inflamator, do ngjitet tek muret e arterieve. Kur mungon dhe oksidi nitrik, atëre ai do filloj pllakëzimin dhe arteriosklerozën dhe rrezik për atake kardiake. Një fakt tjetër është rezistenca ndaj insulinës që fillon në mëlçi miq. Pra para se të rritet sheqeri në gjak, mëlçia fillon të prodhoj glukozë në mënyrë të pakontrolluar. Insulina rritet, yndyrna depozitohet dhe kjo do sjellë inflamacion në arterje. Pra zinxhiri është shumë i thjeshtë. Mëlçia prodhon rezistencë ndaj insulinës, sjell inflamacion më pas, sjell dëmtimin e arterjeve dhe kjo sjell problemet e sëmundjeve kardiake dhe infarkt. Shumë pacient madje që kanë trigliceridet e larta, insulinën e lartë, GGT-n të rritur dhe kanë nivele të pjesës së HDL-s së ulët, janë të predispozuar që mund të kalojnë në një atak kardiak. Le ta thjeshtojmë shumë kollaj. Nëse mëlçin ose gjakun, po e themi, është si një lloj lumi, dhe mëlçia është filtri. Nëse filtri nuk funksionon, sado pomp që t'jetë ajo zemra, pra sado pomp e mirë që t'jetë, uji nuk do jetë i pastër. Rrjedhja mund t'jetë e lirë, por nëse filtri do bllokohet, uji do ndotet, rrjedhja do ngadalësohet, do krijohen depozitime, kështu ndodh edhe me arterien tonë duke u ndotur. Pra miq, zemra nuk është problemi i parë, është viktima e fundit në një atak kardiak apo problemet e zemrës. Problemi fillon shumë e herët vite më parë, më thellë, në heshtje, në mënyrën se si mëlçia përpunon jetën brenda teje. Prandaj, pyetja nuk është si ta ulim kolesterolin, jo miq, apo funksionon mëlçia si duhet, sepse në shumicë rastesh infarkti nuk fillon në arterje dhe sëmundjet e zemrës, fillon në mëlçi. Ju përshëndes.